Këshilli i Bashkisë Mat ka zhvilluar këtë të premte mbledhjen e radhës me disa pika në rendin e ditës. 1. Miratimi i rendit ditës. 2. Shqyrtim dhe miratimi i fondit 6% të ndihmës ekonomike muaj-maj 2026. 3. Shqyrtim dhe miratim adaptimi si banimi me banesë sociale me qerai shkutej luzinës kurej. 4. Shqyrtim dhe miratimi situatës së krijuar nga rënja e zjarrit në banesën me shtetasit Adel Mara Bashkia Mat. 5. Shqyrtim dhe miratim situatës së krijuar nga rënja e zjarrit në banesën e shtetasit Ramadan Elezi Bashkia Mat. Gjithashtu, kemi edhe propozoj edhe dy shtesa, dy çështje shtesë, të cilat janë një relacion me situatën e krijuar nga fatkeqësitë natyrore, vështirësi toke në banesën e shtetasit Veli dhe Mleka në fshatin Lis, njësi administrative Lis Bashkia Mat, si dhe një relacion për shërbimet kërkuar me afat përkohshëm për realizimin e projektit Festa e Miqësisë në 31 korrik. Pasi u miratua në parim rendi i ditës, këshilltarët e pranishëm në këtë mbledhje nisën shqyrtimin e pikave një nga një. Fillimisht u miratua me të gjitha votat e anëtarëve të pranishëm projekt vendimi i fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin maj 2026. Më pas këshilltarët shqyrtuan dhe miratuan projekt vendimin e situatës së krijuar nga rënja e zjarrit në banesën e shtetasit Ambo, Bashkia Mat. Këshilltarët e pranishëm në këtë mbledhje miratuan unanimisht edhe projekt vendimin e ndihmës për shtetasin Rëje për dëmet e shkaktuar nga zjarri në banesën e tij. Edhe pika e 5 e rendit të ditës kishte të bënte me dhënë ndihme për familjet e dëmtuara nga fatkeqësi natyrore nga rrëshqitja e tokës për shtetasin VD në fshatin Lis, njësi administrative Lis. Projekt vendimi për shërbimet të kërkuara me afat të përkohshëm për realizimin e projektit Festa e Miqësisë me datë 31 korrik ishte pika e fundit që u miratua në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të së premtes. Në fund u diskutuan kërkesa të ndryshme të qytetarëve.